Orari i mësimit ka pësuar disa ndryshime në Prishtinë. Shkaku i muajit e Ramazanit nga kjo e enjtë, ai do të fillojë nga ora 7:30 dhe do të përfundojë më së largu deri në orën 17, pak para iftarit. Vendimi i drejtorisë së arsimit në kryeqytet erdhi pas kërkesës së vet prindërve. Ky vendim synues të lehtësoj duke qenë se këtë vit koha e iftarit qëllon të jetë ose rastis të jetë këto lehtësisht të përshtatshme me një ndryshim të lehtë të orarit procesit mësimor, duke mundësu mija mësimdhënësve stafit të shkollave, pashtu prindërve të jenë në kohë në tryezat e tyre për kohën e iftarit. Kjo është edhe për më tepër mbështetur edhe në kushtetut, në nenin 38 të kushtetut i obligimet e institucione publike që të sigurojnë kushte qytetarëve për zbatim të obligimeve të tyre fetare që kanë. Lehtësimi po mirëpritet fort. Ne se Këshilli i Prindërve të Prishtinës se mirëpresim vendimin e kryetarit, po edhe këtë rast drejtorit drejtorisë të arsimit të Prishtinës për ndryshimin e orarit, sidomos gjatë muajit të Ramazanit, orarit mësimor. Kjo ka qenë kërkesë e prindërve, shumicës e prindërve në Prishtinë, që mundësisht, nëse është e mundshme, pa u prek thelbi, pa u prek orët e mësimit, të shkurtohet apo të bëhet një ndryshim i orarit për shkak të iftarit, që është tash më herët se sa herave të tjera. Dhe normalisht me mirë kuptim kemi kanë kërkuar prind të ndryshëm, po dhe stafi arsimor ata të cilët janë agjerueshëm, që fëmijët mos të ikun prej orëve të fundit apo mos të kenë probleme të lashe gjatë ditëve të agjerimit. Dhe ka marrë drejtoria e arsimit, kryetari i komunës me siguri, kanë marrë këtë vendim që është më së arsyeshëm. Sipas drejtorisë së arsimit, nuk do të zvogëlohet numri dhe kosgjatja e orëve mësimore, duke ruajtur cilësia dhe vazhdimësia e mësimit. Por krejçka do të ndodhë shkurtimi i kosgjatjes së mesndërrimit, si dhe reduktimi i pushimeve të gjata. Dita e parë e agjerimit u shënua këtë enjtë me Ramazanin që zgjat 29 ditë kësaj radhe. Shënjestër.net